Kjo javë ka nisur në Vlorë plot të diell me temperatura të larta, duke parafruar imazhin e një dite vere. Kjo edhe për shkak se e hëna ka nisur si një ditë pushimi, fill pas festës së shenjtë të Pashkve Ortodokse dhe atyre katolike. Qyteti të Vlorës, ndikuar nga temperaturat e larta, por edhe numri i lartë i qytetarëve në shëtitje, pushuesve dhe po ashtu edhe turistëve, i është kthyer gjallëria si një ditë pushimi e këtë të hënë kanë qenë të shumtë pushuesit vendas, të cilët kanë ardhur drejt qytetit të Vlorës për të kaluar një ditë të veçantë, një ditë ndryshe. Por nuk kanë munguar ndërkohë as shumë turistë të huaj, që duke parë kohën e mirë dhe motin me diell, i kanë shtyr edhe më tepër pushimet e tyre në qytetin bregdetar të Vlorës. Moti mirë dhe temperaturat e larta kanë bërë që në Bregdet të shtohen lëvizjet e qytetarëve, pushuesve, por edhe turistëve të huaj. Shëtitje nga deti, pushim në Bregdet, apo edhe shumë të tjerë që këto temperaturat e larta i kanë shfrytzuar për t'u larë, madje edhe shumë të tjerë të cilët kanë zgjedhur që në baret dhe restorantet e Vlorës të konsumojnë një kafe apo një vakt me familjen. Shumë të tjerë e kanë shfrytzuar këtë të hënë për aktivitete fizike, pse jo edhe për të kaluar më tepër kohë me familjet e tyre. Edhe bizneset në qytet kanë patur më tepër punë edhe fluks, por gjithashtu edhe njësitë hoteliere më tepër prenotime. Prenotime këto të cilat vinë qysh prej fundjavës, por kanë vijuar në të njëjtin ritëm, e pse ju duke u zgjatur edhe këtë të hënë. Nuk mungojnë po ashtu prenotimet krahas pushuesve vendas, edhe nga turistë të huaj që pranverën po e kalojnë në qytetin e Vlorës. Nuk mund të ndash një komsi e cila mbizotëron, pasi komsit në qytetin bregdetar tashmë janë përzier, duke ardhur për të pushuar turistë nga vende të ndryshme të botës, madje edhe ato vende që më parë nuk kanë qenë prezent në qytet.